Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vëmendje, mos pini uthull molle nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Uthulla e mollës është një nga përbërësit më të dobishëm që mund të përdorni, pasi ajo mund të parandalojë sëmundje të shumta që mund të trajtojë edhe probleme si astma, ekzema, artriti, humbje e gjakut, infeksione në sinuse, lodhje e të tjera. Megjithatë, vetëm për personat që janë të vetëdijshëm për faktin se, pavarësisht të gjithave kësaj, mund të jetë e dëmshme nëse ky produkt konsumohet në situata të ndryshme dhe të caktuara. Sipas zbrejt saj, do të rendisim rastet kur nuk duhet të konsumoni uthullën e mollës. Ju nuk duhet të përdorni uthull molle nëse vuani nga këto shqetësime. Nëse keni pasur një histori të diabetit ose sëmundjeve të gjakut në familje, në rastin e diabetit, uthulla mund të çojë në rritjen e episodeve të hipoglicemijës ose sheqerit të ulët në gjak. Nëse keni probleme gastrointestinale, shumë acid që gjendet tek uthulla e mollës mund të çojë gjithashtu në dispepsi, urdhë. Prandaj në qoftë se e përdorni atë për të detoksifikuar sistemin tuaj imunitar, duhet të tregojeni gjithashtu më të kujdesshëm. Është e rëndësishme që ta evitoni uthullën e mollës në këto raste, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Nëse keni nivele të ulta të kaliumit, uthulla e mollës nuk duhet të përdoret. Uthulla e mollës mund të zvogëlojë nivelet e kaliumit. Ky problem i njohur mjekësor si hipokalemia mund të çojë në dobësime të muskujve, kapslok, artrit, probleme të aritmisë së zemrës, lodhje dhe paralizë. Nëse keni dhëmbë të ndjeshëm, mos e përdorni uthullën e mollës. Uthulla e mollës ka nivele të larta të acidit i cili mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve, dhe në këto raste është më mirë që ta evitoni atë nga dieta juaj, pasi mund të çojë edhe në zverdhjen e dhëmbëve dhe gjithashtu të rrisë ndjeshmërinë e tyre. Problemet me gëlltitjen, goja, fyti dhe ezofagu janë të vështirë me një mukozë e cila është një ind që mund të shpërbëhet lehtësisht nëse i nënshtrohet një acidi të fortë. Në këto raste është shumë e rëndësishme që të mos e përdorni uthullën e mollës, pasi mund të sjellë ndikime të rezultateve negative. Uthulla e mollës është një tonik natyral me shumë përfitime për shëndetin, si për humbjen e peshës, për uljen e sheqerit në gjak dhe atë të kolesterolit. Sidoqoftë, konsumi i saj mund të shkaktojë edhe efekte anësore. Disa prej tyre mund të jenë edhe problemet e stomakut. Nëse e përdorni në doza tepër të larta, mund të çojë në probleme shëndetësore të stomakut. Njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun ose thjesht një stomak të ndjeshëm, duhet të jenë të kujdesshëm me uthullën e mollës, pasi problemi mund të përkeqësohet. Nëse vuani nga diarreja, tregoni kujdes me përdorimin e saj. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës mund të çojë në diarre nëse e merrni në doza tepër të larta. Kujdesuni që ta përdorni në mënyrë të ekuilibruar dhe të moderuar, pasi në të kundërt mund të ndikojë në shfaqjen e këtij shqetësimi. Uthulla e tepërt e mollës mund të ndikojë gjithashtu edhe në veshkat tuaja. Ka shumë shqetësime që lidhen me uthullën e mollës dhe efektet e saj në veshka. Personat me probleme të veshkave nuk rekomandohen ta teprojnë me përdorimin e uthullës së mollës. Ato që abuzojnë me përdorimin e uthullës së mollës mund të dëmtojnë veshkat për shkak të aciditetit të tyre. Uthulla e mollës nuk duhet të përdoret në sasi tepër të larta, pasi mund të shkaktojë gjithashtu edhe fryrje. Nutricionistët pohojnë se konsumi i uthullës së mollës në doza të larta, sidomos edhe me stomak të zbrazët, mund të shkaktojë humbje të përkohshme të peshës, por edhe probleme me fryrjen e tyre. Andaj duhet të jeni më të kujdesshëm në këto raste me përdorimin e saj. Nëse vuani nga refluksi i acidit, tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e uthullës. Njerëzit që vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ushqimeve të tilla acide si uthulla e mollës. Nutricionistët paralajmërojnë se uthulla mundet të rrisë nivelin e acidit që rezulton në një ndjesi djegje të shtuar. Nëse keni ndjenja dobësie, mos e përdorni uthullën e mollës, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e gjendjes suaj. Disa njerëz përpiqen të mbjetojnë kryesisht duke pirë uthull molle,
por trupi nuk merr kalori të mjaftueshme për të funksionuar. Nutricionistët rekomandojnë të pini uthullmolle si pjesë e vakteve në kombinim me perime, me proteina dhe karbohidrate. Kjo është një mënyrë ushqyese me energji të mjaftueshme për trupin që mund të sjellë rezultate të mira. Nëse keni dobësime të oreksit tuaj, tregoni të kujdesshëm me pirjen e uthullës së mollës, pasi mund të ndikojë në gjendjen tuaj. Është e rëndësishme që në këto situata të tregoheni më të vëmendshëm me përdorimin e uthullës së mollës në mënyrë që ajo të mos ndikojë negativisht në shfaqjen e problemeve të trupit tuaj. Është shumë e vlefshme që t'i adresoni mjekut tuaj shqetësimet që uthulla mund të shkaktojë, por në disa raste uthulla mund të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e rënies së flokut tuaj. Nëse keni probleme me rënien e flokut, uthulla e mollës mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Është një produkt shumë ushqyes që rregullon pashin e lëkurës së kokës. Gjithashtu do të forcojë edhe organizmin tuaj dhe do të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Gjithashtu ajo forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura që parandalojnë edhe rritjen e dëmtimit të tyre. Ajo është e mirë gjithashtu edhe kundër shqetësimeve të astmës. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme që të përdorni medikamente që ju ka përcaktuar mjeku. Por nëse ato janë të lehta, uthulla e mollës mund të jetë një aspekt shumë i mirë lehtësues në këtë situatë. Nëse vuani nga kolla, në ndihmë gjithashtu mund t'ju vijë edhe përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë lehtësuese në këtë aspekt. Kolla e thatë është shumë irrituese. Nëse jeni duke kërkuar edhe një trajtim natyral, uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje e dur kundër shqetësimeve të kollës së thatë. Nëse vuani nga pagjumësia, mund të përdorni gjithashtu uthullën e mollës. Nëse nuk mund të flini, pini një lugë me uthull molle të përzier në 250 ml gjatë ditës. Më pas do të shikoni ndryshimet pozitive. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të marramendjes. Përvoja ka treguar se uthulla e mollës mund të ndihmojë në trajtimin e marramendjes, besohet se uthulla ndihmon edhe në presionin e gjakut dhe gjithashtu ul nivelin e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës është një lehtësues shumë i mirë edhe për infeksionet e veshit. Përzieni pak uthull molle, gjithashtu mund të përzieni alkool dhe ujë në një copë pambuku dhe vendosni atë në vesh. E lini të qëndrojë për 5 minuta dhe kështu do të keni lehtësimet e duhura kundër këtij shqetësimi. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë edhe për sytë e lodhur. Nëse keni probleme me syt, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me lëngun e uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Uthulla e mollës për shkak të përbërësve që ka, ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe gjithashtu mund të lehtësojë edhe migrenën edhe shqetësimet e saj. Uthulla e mollës në kombinim me mjaltin mund të përdoret si një recetë shumë e mirë edhe si një lehtësim kundër problemeve të artritit. Mund të aplikohet direkt në nyje ose të pihet të paktën 3 herë në ditë. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë lehtësuese për lodhjen e tepërt. Nëse keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmendje. Përzieni pak uthull molle në një gotë me ujë me 3 lugë mjalt dhe konsumoni këtë vazhdimisht. Kështu do të keni lehtësime të duhura për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është edhe për presionin e lartë të gjakut, por gjithmonë duke u përdorur brenda normës së lejuar, efektet e saj do të jenë më të plota. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacioni në këtë video ka për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësojë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mundësojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.